Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkoti kush i vjen spital thotë i poshtë 3 mijë Finanzave nuk e don as partia e vet. Në na qëndin komaran ajo punë e modha. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga primera politika. Miqtë e gazetës në fokus dhe televizionit Dugagjini. Sot do të flasim për një temë e cila se asnjëherë më parë është temë diskutimi në gjithë shoqërinë. Mediat në Kosovë. Roli i tyre, fuqia që kanë dhe shpeshherë edhe ajo që është sfidë e që ndoshta po i prek kufit e profesionit edhe etikës të këtij zanati që po e bojnë për çdo ditë. Mediat sot nuk janë vetëm informim, janë influencë, janë ndikim. E kanë herë po shndrohen në propagandë. Marrëdhënia mes media dhe politikës gjithherë po bëhet edhe më e komplikuar, më e ndërlikuar. Ndërsa gjunga e rrjetës e polarizimi po bëhet pjesë e përditshme e kësaj shoqërie. Se asnjëherë më parë, mediat sot janë bërë target i sulmeve, sikur të janë palën e politikë. Për këtë temë kënaqësinë me pas të ftuar një prej gazetarëve më të njohur në Kosovë, e që ka qenë konsistent në qëndrimet e tina e nuk ka ndryshuar shumë, e ndoshta nuk është pjesë e këtyre diskutimeve. Por natyrisht është edhe kritik i asaj që çapo ndodh në këtë zanat. E kam të ftuar Resul Sinanin. Resul, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Kënaqësi që jam në podcastin tënd. Të prezantova si gazetar, se mendoj që kjo është titulli më i mirë që në fakt ne mund të bëjmë shumë punë tjera brenda gazetarisë, po mbesim gazetar. Resul, gjykimi jot, ku është media sot do në tonë ndoshta krahasu me ditë e para kur e ke nisë këtë zanat. Kam qef me dëgju pjesën prej asaj ndjesisë që kemi pas kur kemi filluar këtë zanat. Vlera, rëndësia, entuziazmi, kjo dashnia që kemi pas. E deri në ditët e sotme kur kanë herë ndoshta edhe gazetarët e ri janë para një sfide të madhe. A është mision fisnik ky? Apo ndoshta është betejë që duhesh me u përplasë, me u ballafaqu këtë formë çfarë sot i shohim gazetarët dhe media. Do të nisem nga fjala që e përdore mision. Nuk guxojmë të themi mision. Vetëm figurativisht mund ta ndjejmë ne si mision. Por e vërteta është që është profesion. Profesion shumë i nderuar, shumë i respektuar, të cilit shoqëritë e zhvilluara ja kanë dhënë epitetin e pushtetit të katërt. Sakt. Pra, në qoftë se t'i jepet ky epitet në një shoqëri, nënkupton që je shumë i rëndësishëm. Dhe si till duhet të ndihesh dhe të sillesh. Por për të arritur atje që ta meritosh këtë epitet, sigurisht rruga nuk është e shkurtër. Dhe duke u nisur me atë fillimin që the kur kemi nisur ne, po them me njëherë pas luftës. Kemi nisur në një ambient mediatik ku shoqëria jonë nuk kishte më herët ose kishte celula shumë të vogla të medias së pavarur. E vërtet. Ne kemi jetuar në një shtet ku mediat kanë qenë shtetërore. Pastaj kemi jetuar në një periudhë gjatë viteve 90-ta kur kanë filluar mediat e pavarura. Por megjithatë kanë nështruar një cenzurë kogjatërisht ose represioni. Për te cenzurës unë them që ka pas një vullnetarizëm nga ana e gazetarëve që të bën pjesë e një kauze. Dhe kauza ka qenë liria, sepse nuk mund të flasësh për gazetari të pavarur, siç është në vendet me demokraci të zhvilluara, nëse ti nuk e ke së pari popullin tënd të lirë, apo audiencën që ti ja dedikon punën tënde të lirë. Hala më vështirë me bë gazetari në një regjim kur je. Në atë kohë, gazetaria është vënë në shërbim të luftës për liri. Dhe nuk mund ta gjykojmë pse kishte cenzurë, nuk mund ta gjykojmë pse ishte jo liberale, po në kuptimin nuk kishte shumë pluralizëm atëherë, apo kishte ndikim
politika e asaj kohë, sepse gjithë as politika nuk ishte siç janë partitë politike tani, ishte lëvizje. Pra, i gjithë populli ishte në një lëvizje për liri. Kurse, prej pas luftës së këtej, ne llogaritim se qysh jemi shteti më i ri, në fakt jemi edhe vendi me sistem të tillë të medjave më i riu. Madje edhe mas vendeve të lindjes, sepse edhe vendet e lindjes ku ishte Jugoslavia, Shqipëria, gjitha këto në vitet 90-a filluan demokratizimin. Ne së pari na duhej lufta, liria, e pastaj mund të flisnim për media çfarë janë këto. Është shumë pak, janë veç 25 vjet për mediat. Janë shumë për jetët tona, sepse 25 vjet karrierë shkon jeta, ama për mediat, për sistemin mediatik janë shumë pak për të kërkuar dhe për të pretenduar një nivel të medjave, siç është në Angli për shembull, në Francë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ne duhet jemi shumë më realist. Dhe pritshmëritë dhe vlerësimet apo vetë vlerësimet për mediat duhet i kemi më të përmbajtura, sepse ajo që bëjmë nuk është se duhet i themi gjithmonë mashallah. Ne mund të imitojmë sistemet të medjave perëndimore, por në thelb nuk është se jemi sikur atje. As ne nuk jemi të edukuar ashtu si gazetar, as audienca jonë nuk është e edukuar dhe nuk e ka pritshmërinë për mediat ashtu siç e kanë këto vendet perëndimore. Rësul, në gjykimin tim, do të thënë vite më parë, ku edhe kemi pas pak tradit në këtë fush, edhe jemi ka ma tri, edhe nuk kemi pas nështë këtë eksperiencë, më duket që jemi ka ma në nivel profesional, etik, e ndoshta edhe me entuziazmin më të madh sa që kemi sot. Nuk dija kisha mund me u pajtu 100% me këtë pjesë, aspektin etik po pajtohem, po nuk është që ka ardhur ndoshta prej profesionalizmit të gazetarisë, ma shumë ka ardhur prej aspektit etik që e ka pas shoqëria. Ai solidariteti kohës luftës, ajo afërsia që e kishim me njëri tjetrin, ajo shqiptarizma jonë që e kishim, na bënte të ishim më etik. Tani edhe ne jemi qytetar, edhe ne ndikohemi nga shoqëria, nga zhvillimet shoqërore, prandaj në aspektin etik po kemi qenë më të mirë, por nuk është që e kemi ditë profesionin më mirë. Ne sot e dim profesionin më mirë, po jemi në një ambient mediatik ku aspekti etik shpesh lë për dëshiru. E pata fjalën që ndoshta që e kam përmend disa herë që për shembull edhe skandalet ose aferat më të mëdha kur i kemi zbuluar në të kaluarën, jo të largët, i kemi quajt dyshime për keqpërdorim, dyshime për korrupsion. Tash gjuma që ka vullgare, mënyra depërtimi i rrjeteve sociale, sikur i kanë thyr çto limite, edhe sot kritika më e madhe ndaj mediave është që për ne kemi eskaluar, nuk kemi të marrit nivel në shtat mënyrës të komunikimit, e për ata tash edhe shoqëria ose edhe politika kanë nxit që me u bën një gjuhë shumë e ashpër, apo derisa betejë mes që si dash me kanë, betejë mes mediave dhe grupeve shoqërore. Po derisa e lidha etikën me të brendshmën, pra me shoqërinë tonë, kjo pjesa e cila ti po e përshkruan lidhet me ndikimin e jashtëm. Jemi në një epokë ku ne mund të konsumojmë media nga e gjithë bota, por nuk është se e kuptojmë kontekstin. Dhe ne imitojmë sjellje, imitojmë fenomene, ose edhe na vijnë fenomene të mediave nga jashtë, të cilat pastaj është e vështirë të përshtaten me ne, ndonjëherë edhe keq kuptohen. Dhe ne jemi natyrisht të ndikuar nga mediat botërore, nga politika që zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe diskursin që e kemi parë te Donald Trump, ne e marrim në mënyrë bukfale. Thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është siç paraqitet në filma. E ne e shohim Amerikën siç e shohim në filma. Prandaj këtu ndikimi është sepse në botë janë zhvilluar fenomene të tilla për sa i takon gazetarisë.
lejo të përmendini diçka. Jemi në kohën kur thuhet se është epoka post-truth era, apo epoka e pas të vërtetës. Edhe mediat janë këtu. Komunikimi politik është këtu. Debati politik, politika është këtu. Dhe në këtë epokë të post-truth era, ajo që dominon, që është kryefjala, nuk është fakti, po është emocioni. Dhe politikant, në komunikimin e tyre, në atë gjuhën e vrasht, në atë gjuhën që ne kemi kritikuar gjatë gjithë kohës, i japin përparësi emocionit. Pra, nuk janë të rëndësishme faktet, janë të rëndësishme emocionet që ti i përcjell tek tjetri. Dhe audiencën apo votuesin në rastin e politikës, ti nuk e bind më me fakte, po e bind me emocionet të cilat ti ja përcjell. Dhe në këtë pjesë janë përfshirë edhe mediat. E ki drejt, ama në ato që unë e kom mësu gazetari, Po, ato që kemi mësu ne gjenerata jonë, ka qenë si themi një prej kriterë bazë që ti si gazetar dhe si media nuk duhet me ra në ndikimin emocion. Ti je për me thonë të vërtetën edhe ti je me pasqyru faktet. Madje u konsideroj që edhe na kur e kemi mësu në gazetari, kanë thonë që në atë momente ku ti përfshihesh prej emocioneve, ku ti përfshihesh si themi ndjeshmëri ndaj një situate, është mirë m'ja kalu një kolegës tanë që merr raportu për shkak se s'mundesh me i panvarur në gjykimin tanë ose në raportimin tanë. Nga ta që i ftohet, normal na jena pjesë e çtyre zhvillimeve globale, pa e zhdosht media me rujt pak që të filtrin profesional. Pa dyshim, po ndërmjet ati me ka ma shumë raportus, informus, sa zhurmus, ose sa ndjekës të këtyne emocioneve, ose na që përshohëm sot media. Pa dyshim, ama ndërmjet ati gazetari, ati modelit gazetarit që e kemi mësu vitet 90-a, fillim të viteve 2000, edhe gazetarit sot, sigurisht që nuk mund të jemi aq të ftohtë më, sepse as njerëzimi nuk po reagon në mënyrë tillë. Problemi jonë është që gazetaria jonë, figurat të gazetarisë tek ne nuk kanë mbetur vetëm brenda për brenda gazetarit opozit, sepse roli i gazetarit është opozitar, por janë bërë opozite angazhuar politike. Pra, gazetarët sola na ka imponu që kjo, se si me thonë qëtu për kemi e tash këtu është ajo dilema veza apo pula. Do me thonë, shoqëria reagon kështu. Diçka tërheq diçka tjetër. Dhe nuk bëhen ata që nuk kanë, themi kështu, farë për me mbjell që me dalë frutet. Po bëhen ata të cilët e kanë faren. Dhe politika e ka mbjell faren tek ne. Pra, politika ka gjetë eksponentët e vetë, gazetarët kanë gjetë eksponentët e vetë, dhe pastaj gjithçka ka shkuar duke degraduar. Duke degraduar deri atje sa sot shoqëria jonë më shumë ishe të angazhuar politikisht edhe aktivisht gazetarët se sa vetëm opozitën. Është percepcion me gjitha të. Do me thonë... Gjykimi jam, Resul. Mediat ju të e bo punën e njëjtë, kritik, opozitar, që ato. Kjo është roli media. Do me nuk mundesh me konti edhe media, edhe me thonë në jam pro një pushteti. Kjo nuk do me thotë, do mos dëshmerisht që ti dush më quj çdo mëngjes me shoh opozitën, po jeni farë mbikëqyrës, jeni farë rojtari, kujdestar i asajna që është e mirë publike, edhe atësajna që mund me ka dëmshme publike që ti raporton. Gazetarët janë në rolin e tyre, janë në pozicionin e tyre, janë në të bërit e opozitës ose të raportuarit të problemeve që kanë të bëjnë me pushtetin. Ama problemi është që në skenën tonë mediale, kemi aq shumë përmbajtje politike, aq shumë gazetarë të angazhuar në emisione ku debatohet çdo natë për politikën, sa që kjo po i lën hije të gjitha të tjerat. Do me thonë, në qoftë se brenda një nate sheh në 5 emisione analist duke debatu, duke bërë opozitën, e nuk sheh opozit duke e bërë opozitën, atëherë cili krijohet percepcioni. Percepcioni është i tillë që
ta janë gazetarët që po bëjnë politik dhe po paguhen për opozitës, të cilin sigurisht e ushqen ai që ka interes për ta ushqy. E ushqen partia tjetër, ai që nuk është pjesë e këtyre tryezave. Pra, loja politike komplikohet, debati komplikohet dhe në fund orientimi i shoqërisë bëhet drejt asaj që hey, shiko, krejt gazetarët janë me opozitën. Tani, qysh me i bind njerëzit që është e kundërta? Unë kam një shpjegim për këtë situatë. Shkurt, prej kohës kur Albin Kurti me 51% e shkatroi komplet këtë blokun tjetër politik, si duket partia që kishte aleat ose ishte rrit në shumicën e saj duke qenë produkt medial, edhe me hapësirat mediale, edhe me skandalet, aferat e pushtetet të kaluara që ata i dhashin u shndru në një subjekt politik në pushtet tash, i cili sulmon mas shumë të mediat, edhe një opozit, ose një blok krejt partive tjera opozitare, që kanë në pushime shumë vjeçare për një 4-5 vitet rresht. Edhe duke qenë të tërhequr që kjo skenë politike e partive opozitare, ndoshta pak të unin në faj për të kaluarën e tyre, pak të mosdite, pak me këto reformat, atëherë na u gjenëm në një situatë ku një pushtet kaq i madh që kishte Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje, u ballafaqu me mediat, edhe me qëllim na shndroi para elektoratit vet si pol. Si me thonë, mediat nuk mujnë me rrëzu Albin Kurtin për pushteti. Nuk jena na me rrëzu Albin Kurtin për pushteti. Edhe si me thotë tash adresimi i këtë qytetarëve, kjo është asnjë pikë, asnjë presje nuk mundem me ja hek kësaj që thot ti. Kjo është e vërteta, po flasim për aktor politik, të cilët në farë mënyrë përballen në media. Po. Dhe po është e vërtetë që Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti është produkti medjave, mund të themi është produkti propagandës, nëse dikujt i pëlqen, po edhe nëse është, edhe nuk është, nuk ka rëndësi. Nuk ka shumë i propagandës, të paktën aty në pjesë. Jo, po nuk ka rëndësi, çfarë është? E rëndësishme është që ati në kohën sa ishte në opozit, i duheshin mediat. Ati sa ishte në opozit, mediat i dhanë mbështetje për hir të kauzave. Po. Për hir të çështjeve. Pra, mediat ishin në rolin e tyre. E kritikonin pushtetin dhe kur kritikohet pushteti, natyrisht që opozita përfiton. Atëherë përfitonte. Kurse kur erdhi në pushtet, pastaj është çështje tjetër që komplet opozita, ish opozita, po përsëri opozita e tanishme, përjetoi një knockdown dhe nuk ju ndëgju zëri 3 vjetë ma shumë opozitës. Pra në diskursin politik, Albin Kurti duhet përballej veç me gazetarët. A gabun që të dikon, Resulla, e na thonë mrana rolit tonë, mirë po... Unë mendoj që është tepruar. Nuk kemi gabuar, po është tepruar. Dhe masa është ajo që mandej e orienton drejt asaj nëse mund ta quajmë gabim apo jo gabim. Por gazetarët edhe gazetaria tek ne konsideroj që duke e dominuar komplet përmbajtjen programore të gjitha mediave me politik, i ka bërë shërbim partisë në pushtet. Sepse në qoftë se betejë është ndërmjet pushtetit dhe medjave, gazetarët nuk janë ata që i marrin votat. Fuqi, po, e vërtet. Pra ata nuk janë në zgjedhje. Saktë. Dhe këtu po opozita, dorën zemër, ka qenë e vakët, e partikular, nuk ka arritur të reformohet, nuk ka arritur të merret me veten. Edhe qëllimisht ju shmang që sajna të i po brutalitetin e rrjeteve sociale me armatën e madhe njerëzve që shohin e ofendojnë në gjuhën ma ekstreme, ma vulgare të mundshëm, po më duket edhe çto e gjetën një farë komoditeti edhe lejsi një pjesë gazetarëve dhe të mediave le të merren le të ballafaqohen. Tani këtë përballjen me kritikat, jo të gjithë përjetojnë lehtë, edhe jo të gjithë pranojnë, e akceptojnë, edhe në mesin e politikanëve.
Në shoqërinë tonë ka politikanë që nuk duan ma mirë mos të flitet për mu, se sa të më kritikojnë. Ama nuk mundesh ndryshe. Nuk mundesh me mbjetu në këtë epokë, edhe në këtë periudhë kur rrjetet sociale janë kryefjala. Sa është e dëmshme për një demokraci, Resul, ku qytetari në mos, do shta dhe keqpërdorën për një subjekti politik, krijon kaq shumë urrejtje, mosbesim. Edhe gjitha këto janë brenda teknikave që i përmenda. Ndaj mediave dhe gazetarëve. Edhe ne, si me thonë, kanë erë mu më duket sikur nuk po rrim me kuptu rolin tonë. Edhe unë shpesherë në për debate, i këmë thonë, kur janë nishin me folë për a di sa kanë vjell ata, a di që kanë bo ata, a di që kanë bo ata, njëtën kohë ty shoh mediat i thësha, po ku i ke marrë ti çto informata? Çto media janë që e kanë kriju, na nuk jena, si me thonë, në epokë tjetër, në kohë çto media është pjesë e kësaj epokës së post-truth media. Pra, së pari thirrët në emocion, faktet zbehen, pastaj relativizohet e vërteta. Ti mund ta raportosh si gazetar një skandal të qeverisë, po shumë shpejt në rrjetet sociale nga eksponente e partisë që kritikohet relativizohet, sepse me njërë ta lidhin pa ata tjerë ma shumë. Ma shumë po. Pra e relativizojnë me një rast tjetër. Pastaj, kjo është e dëmshme për demokracinë. Sepse çfarë sjell? Sjell një garë jo fair. Dhe në zgjedhjet e fundit ne e kemi pa që gara është jo fair. Pushteti ka shumë ma shumë mundësi, ka shumë ma shumë potencial që të josh votuesin dhe ta përfitoj votuesin e ri. Pra, opozita përveç fjalëve nuk ka asgjë në këtë rast. Gjithashtu, kur jemi te dëmtimi i demokracisë, kjo bën që vendimarrja të mos jetë racionale. Sepse derisa ti operon me emocione si pushtetar, racionalitetin e leanash, nuk i intereson as votuesit. Dhe nëse i analizojmë vendimet e shtatore këtej qeverisë, shumica janë jo racionale, ama janë shumë emocionale dhe prekin kategoritë të cilat përkthehen vot. Shumë vërtet. Pra gjithçka bëhet pastaj me emocione. Kjo në fund rezulton me një polarizim të shoqërisë. Polarizim që pavarësisht ai merr 50% partia e parë apo 60%, polarizimi mbetet. Sepse edhe 20% janë mjaftueshëm kundër për të qenë që polarizimi të vazhdoj. Ama ky polarizim është i dëmshëm pastaj, sepse partit vazhdojnë rrugtimin e tyre, liderët mund të bien, mund të ngritën, politikanët mund të jenë në parlament, mund mos jenë, po polarizimi, kjo gjua e urrëties dhe gjithçka tjetër i mbetet shoqërisë. Dhe kjo ndikon jetën tonë përditshme. Ndikon relacionet tona në punë, relacionet tona në shoqëri, në familje dhe gjithku tjetër. Më fal, po ndarja veç ose të ushqyerit e ndarjes diaspora dhe ne që jemi këtu është një plagë që vështirë mund shërohet, kërkon kohë. Pra racionaliteti mungon në këto raste. Fatkeqësisht ne jemi bërë pjesë e një vorbulle që vetëm po sillet, po nuk dim ku m'ja gjet fillin. Kemi drejt kur ndihemi keq si gazetar se po te kalojmë edhe rolin ton, ama unë mendoj që Chelsea duhet jetë tek përsëri profesioni që e ke mësu në fillim. Ne duhet raportojmë mbi faktet, kurse këtë pjesën tjetër, si media, e kemi për obligim që ta minimizojmë sa më shumë. Pra, rolin e gazetarëve që komentojnë, nuk them ta eliminojmë, por ta minimizojmë. Sepse duke komentuar gjithkohën, çfarë ka ndodhur? Ka humbur besimi i mediave, ka humbur besimi i gazetarëve konkret. Dhe ata gazetarë të cilët janë prej 10 vitesh në skenë dhe komentojnë për secilën temë të mundshme, për secilin vendim të qeverisë ose të opozitës, sot a e kanë atë besim që do të duhet ta kishin gazetarët? A e kanë atë impakt që do të duhet ta kishte gazetaria? Nuk e kanë. Në anën tjetër, ata janë një pengesë për zërat e ri. Pengesë
edhe fizike, edhe faktike, sepse derisa janë nëpër studio XY edhe ai tjetri, vështirë ta ftosh tjetrin, edhe në anën tjetër është pengesë edhe për ta tjerë më mësy e me hy në atë tavolinë ku veç prodhohet zhurmë. Pra, kjo është problematika. Na jena edhe kritik brenda këtij sektori, nuk më pajtona plotësisht me ty që duhet jo shumë me komentu na, ose me dha menimet tona, po edhe menimet tona duhet me kanë bazuar në fakte. Une ka vite që stafit Infokusit i këmë thashin na jo a priori, na jena media, edhe media duhet me pas rol opozitar, por na nuk qomin me gjes me shajt pushtetin. Po na jena kujdestar ndaj pushteti me marr me trajtu një informacion për keqpërdorime të mundshme ose çka do të qoftë që nuk është në favor qytetarëve të Republikës, edhe na me trajtu me prunë e vërteta. Bazuar në çdo fakte, manej na mujna me ndërtu edhe menim tonin, jo menim politik. Po na mujna me me ndërtu një mendim të cilin të artikulon edhe mundohesh me mbri ndikimin ndete audienca që ky individ ose politikan ka bë çto keqpërdorime ose ka bë çet vjedhje. Po a është e zorshme me majt, me rezistu në qëtë betej kaq të ashpër dhe kaq të madhe. A kishe pas qef me jetu në një shtet, ku edhe për 4-5 vite mundet me që ka plot shembuj, kena në Serbi, deri dikon, unë jam kritik edhe media në Shqipni, a kishe dash me jetu në një shtet, kur nashta nuk ka qëtë rezistencë ndaj profesionit, po mediat, si me thonë, rreshtohen ka pëdën në audienca, ka pëdën shumica, edhe ndoshta janë matë ndikume. Ne duhet të rreshtohemi ka e vërteta. Tani, Xhen, ndërmjet opinioneve që i shpërndajmë ne, analizës dhe ekspertizës, ne duhet të shkojmë ka ekspertiza. Çfarë do me thonë? Opinione ka secili qytetar. Dhe ne kur japim opinione në media, pavarësisht që e kemi emrin gazetar. Nëse nuk i kemi faktet me vete, operojmë nivelin e opinioneve. Operojmë në një nivel ku janë edhe 200.000 opinione tjera, se këto i ka demokracia. Që aty qytetari që nuk ka përgjegjësi ndoshta me gjykuesi. Analiza bëhet nga njerëz të cilët për një me bëjnë analiza të mbështetura në fakte, me metodologji. E në fund, ekspertiza është tek njerëzit të cilët e din shumë mirë një fushë caktuar. Ne operojmë gjithmonë me opinione. Prandaj është shumë e lehtë t'jesh kundër edhe t'jen kundër qytetarët në ndonjë opinioni tëndit, sepse është niveli i opinionit. Nëse shkon nivel ekspertize, qytetarët veç dëgjojnë. Në qoftë se unë e ti flasim për mjeksi sot, mund të flasim çfarë duash, kjo s'mundi është kështu, kjo s'mundi është ashtu, secili qytetar hyn në debat edhe bën opinion ose komunikon me ne. Po në qoftë se flet një mjek që është ekspert dhe na thot që Liza ai ka këtë funksion, atëherë ai dëgjon se thot ky është eksperti. Pra ndërmjet opinioneve që i shpërndajmë e që prodhojnë zhurmë, ne duhet shkojmë drejt ekspertizës. Po përsëri, thelbi është tek raportimi. Nëse mediat investojnë në gazetari të mirëfillt, po i them, gazetari hulumtuese, që me fakte nxjerr keqpërdorimet dhe e përball pushtetin me dështimet e veta, është krejt tjetër prej asaj kur një gazetar thot, unë kam dëgju, kështu, edhe jep opinionin e vet. Ku janë faktet? Nuk kanë nevojë shumë çfarë mendojmë ne. Puna jon duhet jetë çfarë mendojmë ne. Resul, te kjo pjesa e gazetarisë jo politike, po që është më shumë spektakel, më shumë audiencë. Ka njerë më duket sikur një pjesë e madhe e media kemi ra viktime që sajna. Si me thonë Tedin, je vetë protagonist që e marrë një emision i cili prezenton vlera, ka kritere, ka nivel të gazetarisë, por nashta tu ka dash me majt 10-15 vite, 20 vite, për më me ndërtu që të besim, kredibilitet edhe audiencë. Ndërsa një pjesë e madhe, e sidomos e gazetarëve të ri, po dojnë me kap edhe këtë famën, edhe këtë popularitetin, edhe këtë audiencën me veprime shumë shpejta. Çto veprimet e shumë shpejta, që to nuk janë gazetari mirëfilli.
Nëse kthehemi pak te këto që dalin i marrin për shesh, që ato që pojnë 300-400.000, 500.000. Mes qësoj gazetarie, një gazetarie të mirëfillt, ku ti trajton fenomene, si me thonë, edhe jashtë politike, si me thonë, emisione si prekin tema tabu, emisione që kanë bëjnë me nivelin shoqëror, me ta them me smundjet e shëndetit mendor, me problemet që janë dhunës familje, me qëto, nëse ti nuk i bën shumë të ashpra, ose shumë të vrashta, ose me shku në ekstreme ku ti për një me prek edhe emocionalisht edhe ndoshta e skandalizon te i mase, unë shtezësh me të rek audiencë. Që kjo qysh ish dash me u trajtu ose qysh ja u spjegon studenta nuk ka një shpjegim thjesht, po mundohem me përmbledh. Tani, kjo gazetaria ose hard news që është, e lajmeve të forta ku hyn politika, ekonomia, aksidentet, pra krimi e këto gjërat, duhet shihet ndryshe prej kësaj pjese këtej. Tash nëse kjo pjesa soft është, i thënë soft news, është më e butë, ka qëllime tjera. Ma shumë flasim për funksionet e medias këtu. E një ndër funksionet mund të jetë edukimi, socializimi, po ashtu ndikimi pozitivisht të krijimi i vlerave kulturore, e tjera, e tjera. Ka që ta obligim media rësër? Po media si media e ka edhe këtë funksion. Sepse qëllimi i medias është që t'ja marrësh më të mirën. Natyrisht media nëse përdoret keq i ka edhe ato aspektet e këqija. Ama ndërmjet këtij skajt të gazetarisë së fortë dhe spektaklit në anën tjetër, unë kam përshtypjen se nga ky skaj spektakli ka ardhur tek gazetaria politike dhe po bëhet show ma shumë këtë pjesë se sa ku duhet jetë. Jemi të shku ekstreme. Po flasim edhe për show politik, ama jo me mbizotru. Sot tek ne, fatkeqësisht, kjo lloj përmbajtje, po i them, unë s'po i them gazetari, në të cilën ndikohet tek audienca në aspektin kulturor, në aspektin e edukimit, pak investohet. Dhe ato që depërtojnë më shpejt, edhe më lehtë janë ato që bëhen virale. E ato që bëhen virale janë tek ekstremi tjetër. Pra te gjërat që janë bastardim në një farë mënyre. Ose gjëra që mund t'i themi janë degenerim. Nuk janë tek ajo që do duhet të ishte. Ne kemi shumë pak emisione që trajtojnë tema sociale, tema kulturore, kemi shumë pak emisione ku për shembull ka kuize, edhe pse nuk është epoka e tyre, megjithatë ato duhet të jenë çështjet e studentëve, po ka emisione për fëmijë, emisione për fëmijë, emisione edukative. Gjitha këto. Tash gjitha këto ja kemi lënë dorë YouTube-it. Ja kemi lënë rrjeteve sociale. E kjo është shumë problem. Në një farë mënyre televizioni, meqense vi nga televizioni, ju dorëzu krejtësisht politikës dhe përmbajtjes së fortë politike e shumë pak po ka hapësirë dhe investime për këtë lloj tjetër të përmbajtjeve apo këtë gazetarin e butë që e thash. Apo fituan që të betej klikimet përballë etikës dhe që ati për momentin janë duke fitu. Për momentin janë duke fitu. Po këtu pse rësola, një nalë me menu, ndoshta është mënyra ma e shpejt dhe ma e lehtë, edhe për me përfitu, edhe për me mri audiencë, edhe për me bë është ma e lehta. Edhe hyn në rezonancë, pastaj ma e lehtë me prodhu media, ma e lehtë me konsumu konsumatori, ma e lirë edhe nuk është e komplikume. Ndërsa këtu shoqëria do të reagojë. Kush do të reagojë? Do të reagojnë për shembull. Unë mendoj se është problemi më i madh. Bizneset. Shoqëri pe dën çto me çto me ushqim. Kur them shoqëria, po i kategorizoj bizneset për shembull. Po. Bizneset vetëdijshëm duhet ta kuptojnë që kanë përgjegjësi shoqërore që t'i financojnë përmbajtjet e tilla kulturore. Jo vetëm në media, po edhe në teatr, edhe në film, edhe në forma tjera të cilat ndikojnë pozitivisht në shoqëri. Në qoftë se nuk i financon dikush në vendet vogla si ne, në shoqëritë vogla si ne, atëherë i financon tregu dhe
ai financim i tregut pastaj është me simptoma çfarë kemi tani. Plot gojen e kanë kritika tashpëra ndaj kësaj përmbajtje, ndaj këtij kontenti që prodhohet, e që më shumë themi e infekton shoqërinë me dukuri ose me fenomene të këqija, e që është modeli keq që është bëhet, më shumë financojnë kështu një pjesë e madhe e biznesit se sa ndoshta në një kontent i cili ka vlerë, ka përmbajtje, edhe është Kjo do të bëhet vetëdijshëm. Nuk do të tërhiqen që kjo pjesa dhe e emocionit, unë jo domosdoshmërisht emisionet ka formate të emisioneve që për një me i shkon, e bojnë në qatë natyrë, po të ne, si me thonë tash, politika i ka kap emocionet, nuk qeveriset me plan, me program, ose edhe fushatat elektorale po bën me emocion. Për shkakun, nuk i shoh as emisionet e tilla që kanë qëtë qëllim, që po mrrin me pas qëtë efekt. E shoh tani një problem të madh që media është varfru edhe për njerëzve që vinë flasin ekspertëve, ata që i përmendëm më herët, ku ti sot e ke vështirë me thirr një ekspert, një mjek, një psikolog, një sociolog, ku vjen edhe t'i shpjegon çto. Domethënë është bërë varfër edhe media, edhe me këto emisione që prodhojmë në çet nivel, ku ti afron audiencës që ata profesionistë për shkak se nuk e di pse po hezitojnë me dalë. Media në fund është biznes. Media duhet mbijetoj. Gazetaria është duke operuar si biznes, nuk është duke u subvencionuar, ose nuk është se ka sigurt pagën. Prandaj mediat duhet kuptohen se duhet gjenë mënyra për me u financu edhe me mbijetu. Ama përgjegjësia është, po them, përgjegjësia shoqërore, se nuk është që e kanë obligim ose detyrim, përgjegjësi shoqërore e bizneseve të mëdha, atyre të cilët fitojnë prej këtij tregu, të investojnë, të sponsorizojnë emisione apo përmbajtje të cilat janë të dobishme për shoqërinë. E vërteta është që nuk kanë një dashamirësi të tillë. Edhe ata e kërkojnë veç klikimin, edhe bizneset e kërkojnë veç viralitetin e jo përmbajtjen. Ndoshta këtu do të ishte mirë të mendohej dhe të ndërhynte shteti. Si që është rasti tek ligji për sponsorizimet në sport dhe kulturë, mund ketë një ligj ose mund ketë diçka të ngjashme që do të lejonte sponsorizimin edhe në përmbajtje mediatike. I vetmi favor që shteti ja ka bën ajo kon atëherë kur ishte para sa vite kur u lehtësu që kjo, po nuk është ndaj barë që ju ka lehtësu media. Që fatoron pa TV-sh ose kjo media nuk kushdo që pagun për promovim marketing media nuk pagun TV-sh, që kjo që nuk është ndaj far favori, po na shiten kështu si më thon me politika duhet ta di që sillet rrota. Po e them figurativisht kështu, në qoftë se sot je në pushtet dhe po e shfrytëzon që të gjendje kaotike të medjave, nesër kur nuk ke me qenë aty, ajo ka me qenë kundër teje. Prandaj është mirë që të bëjnë zgjidhje, të cilat janë të qëndrueshme pavarësisht kush është në pushtet. Është mirë që pushteti, cili do qoftë ai, po tani i kryeministrit Kurti, të mendoj që ta rregulloj tregun mediatik dhe t'i jap mundësi që të mbijetoj në një garë fair. Financimi media, këta s'po që bëjnë zgjidhje televizionit publik, po kanë vullnet me i bë. Po tash unë do them është mirë, do ta bëj, nuk e di sepse nesër shkon ky pushtet, vjen tjetri, problemi mbetet. Do të mbetet ky problem gjithmonë. Prandaj ne sillemi, imitojmë mediat e vendeve tjera, po nuk jemi, sepse në thelb kemi shumë probleme në mënyrën si funksionojmë. Është zarë me boga stari kur e kiti problemin elementar, ata që ti s'ki financa me mbjetu. Resul, ku përfundon informimi edhe ku fillon mandej propaganda? Në këtë kontestin tani propaganda mund të themi që shihet gjithmonë thuja se në shoqërinë tonë si diçka negative. Okay. Po e vërteta është që propaganda tash quhet edhe si marrëdhënie me publikun, si strategji e marketingut.
kupton, ndjekim një material propagandistik. Edhe për reklamat tojnë. Qëllimi i propagandës është me të bind, po e merr konotacionin negativ kur ti qëllimshëm mashtron, qëllimshëm gënjen, qëllimshëm prodhon informacione, lajme me të cilat nuk e thut vërtetën e plot. Ti e din që nuk është ashtu, por propagandan... Tu pra, nga raportimi me fakte, ti ndërhyn ndoshta në fakte, fsheh ndoshta fakte, dhe e thu një gjysmë të vërtet me të cilën synon ndikimin tek një masë e caktuar. Pra këtu fillon propaganda. E ne si gazetarë është mirë që të qëndrojmë brenda fakteve dhe gjithçka ta lidhim me interesin e publikut. Pra interesin e shoqërisë. Ne jemi kategori ose jemi profesionit tillë që duhet ta identifikojmë edhe duhet ta dim sakt se çfarë është interesi publikut. Jo interes i një partije ose i një partisë tjetër. Ne duhet të jemi në shërbim të interesit publikut dhe në shërbim të atij interesi të mbledhim faktet për të raportuar. Pastaj është vetë publiku ai që vendos edhe e vlerëson. Qysh me kuptu publiku që po manipulohet, ndoshta me një propagandë politike ose çfarë do të thotë. Qysh mundet me nëse media bën pjesë e kauza për me bën propagandë për një proces politik ose për një teori e komunikimit. Qysh me kuptu qytetari i rënda? Qytetari i rëndomt e ka të vështirë, sepse qytetari i ynë dorën zemër ka vështirësi të kuptoj lajmet e rreshme, lajmet e vërteta, lajmet e prodhume me AI, lajmet që nuk janë as pak të lidhura me realitetin. Dhe pastaj këto qarkullojnë shumë dhe bën pjesë e bindjeve e qëndrimeve të njerëzve, gjërat që s'janë as pak të vërteta, pra të pavërteta. Ama në teoritë e komunikimit është një proces që njihet si framing, ku ata që duan të bëjnë propagandë i kornizojnë gjërat. Kornizim është të njëjtin objekt e shohim ndryshe ti dhe ndryshon. Për shembull, ndodh një protest në qytet dhe ndodh përleshja ndërmjet qytetarëve dhe policisë. Ti raporton policia shkaktoi dhunë ndaj qytetarëve. Dikush tjetër, qytetari përdori dhunë jo adekvate ndaj politikës. Që kjo ka ndodhur në Kosovë. E tash ky është kornizim. Dhuna u përdor edhe për kësaj pale dhe kësaj pale. Ndërsa raportimi faktik këtu është shumë i vështirë. Njerëzit tani, varësisht nga cila anë janë, varësisht çfarë bindje kanë, çfarë qëndrime, i besojnë njërës ose tjetrës. Kështu bëhet propaganda. Kështu e bëjnë partitë politike. Ama qytetari nuk do me thonë që nuk e kupton të dy anët. Prandaj media duhet jetë ajo që i jep edhe njërës anë, edhe anës tjetër hapësirën. Raportimi ku ti thua që dy palë të përdorën dhunë, për shkak se ti nuk don me fitu ndoshta simpatinë e njërës palë, por raporton drejt edhe sado që mundet me dhimbje ose njërës ose tjetrës palë. Është vështirë ta gjesh neutralitetin, por ne duhet ta synojmë neutralitetin. Kush e ndërton narrativen dominuese sot në Kosovë, Resol? A mediat, a politika? Tani është një agenda setting, po është edhe agenda building. Kush e ndërton agendën në këtë rast? Unë kam përshtypjen se është shumë kaotike kjo punë. Edhe ndodhin shumë gjëra. Ndodhin shumë gjëra në mënyrë spontane. Besomni, unë kam përshtypjen edhe nuk po them që është kriju përshtypje rastësisht që zgjohen në mëngjes, ministrat shkojnë në zyrë dhe nuk kanë një agendë. Ne kur nuk kemi pas, ose tepër pak raste kemi pas, kur ka shku dikush në një ministri me agendë caktuar dhe këto janë pikat që unë do t'i arrij gjatë mandatit tim. Për pasoj, shkojnë në zyrë pa e ditë çka kanë me bo, ndodh diçka dhe pastaj ne reagojmë. Jemi shoqëri reaktive.
Dhe këtu nuk dihet se nga nisin agjendat. Edhe gjërat shumë të thjeshta shpesh bëhen të mëdhaja, bëhen tepër të mëdhaja dhe zhduken Ka herë nuk e kupton as interesi kujna ke, as në agjendën e kujna mundet më përfshi një pjesë e madhe e njerëzve. Thjesht bëhemi pjesë e një farë mjegulle që as vetë nuk e dim pse jemi. Po normalisht agjenda është do të duhet ndërtojë nga politika. Sepse politika prodhon informacion që ne duhet t'ja transmetojmë qytetarit. E pastaj çfarë prodhon, çfarë politika, çfarë veprime ndërmerr politika, ne duhet t'i shohim me sy kritik. Ama kritikën do ta bëjmë në mënyrë profesionale. Po në Kosovë thash ndonjëherë kam përshtypjen që politikanët duan të mos jenë hiç pjesë e medjave, shkojnë të punojnë, të kryejnë punët e veta, disa interesa të vetat dhe të mos bëhen pjesë e medjave. Po jemi ne që i nxitim edhe ne. Po, në sjella caktune, po kur po vinë disa momente kur ata po dojnë me, si me thonë, me shpërla do të bëma tyne, tani po ngajnë mas media, ata po... E këtë situatë i favorizon pluralizmi edhe shumë media që ka, edhe kjo gara, edhe kjo nevoja e jonë si media që gjithsesi ta kemi një eksponent politik pjesë të medias tonë. Pra, politikanët sot munden me të refuzu, edhe kërkujt nuk i metet hatëri. Nesër, thonë, po vinë media, brenda ditës e shenë të gjitha mediat. Pra, është pak problematike, jemi se dopt. në një farë forme ti edhe ke përgjegjësi edhe ke obligim. Ke përgjegjësi se du të mjallon hapësirën edhe ati, që çdo çfarë do qëndrimi që ke ose çfarë do veprimi që ka mujtë me bë, por edhe ke obligim para qytetarëve që ti edhe me sfidu dhe me ballafaqu atë politikan me të vërtetën. Në këndvështrimin tanë, Resul, nuk po flasëm për mediat koti, po për mediat që ti njeh e din e qenë media të krijuar për gazetarë dhe që udhëhiqen për gazetarë. Sa janë të lidhura me partitë politike ose sa po mrin me qëndru, si themi, të pavarur? Tash është e vështirë me thonë sa, po ajo që dim ne, e dim që ka media që janë të afërta me parti të ndryshme, ka media që janë të afërta me politikanë të veçantë, po ashtu ka edhe gazetarë të cilët janë të afërt me parti ose figurat të ndryshme brenda subjekteve politike. Tani, është krejtësisht normale, në qoftë se një media konceptualisht, ideologjikisht është e afërt me një parti. Ose që politikat e saj korrespondojnë me një në aspektin ideologjik. Po. Dhe madje në Francë shkruan kjo gazetë është e majtë. E majtë, po. Të nas partitë politike nuk i ki kështu. Ti nuk e din cila është ma majtë e cila ma e djathtë. Sidoqoftë, kjo është krejt legjitime dhe krejt normale. Por, në momentin kur ai politikan që është i majtë dhe unë jam gazetë e majtë, ose media e majtë, devijojmë, po, sakt. Ne e kritikojmë, sepse ti ke dalë nga shtrati. Vërtet. Pra, e ke fitu bindjen tek unë sepse je i majt, e tash po më cillesh si i djathtë. Edhe për këtë është problematike sot sepse edhe partitë e djathta më shumë flasin edhe politikat që bëhen këtë rajon, jo vetëm ne, po edhe në Shqipëri, edhe në vende tjera, nuk mund të themi që ka ndarje të qartë ideologjike. Janë të majtë, bëjnë politikat djathta, janë djathtë, bëjnë politikat majta. Prandaj në këtë situatë është e vështirë të themi që gazetarët po bëjnë diçka që mund të themi ju lumt apo mund t'i kritikojmë. Krejt është brenda kontekstit në të cilin po jetojmë. Mbijetesa është ajo që i dikton shumë gjëra. Sa është e vështirë Resul me kanë gazetar kritik sot, edhe me qëndru krejtësisht i pavarur në bindjet tua në ato që janë bazune në fakte? Tani, nuk është e vështirë në kuptimin formal. Po. Sepse ti bësh kritik dhe mbështetesh me një krah të caktuar politik. Pastaj bësh militant. Po mo nuk je gazetar. Kjo po është edhe vështirë. Po ti pavarësisht që ti e bën një punë dhe je kritik ndaj një pushteti me do e mos
po të lidhin me subjekte tjera politike. Pra, në teori është shumë e lehtë. Madje unë e Edhe në shoh praktik. shpesh me Ama ideja është që për të qenë vërtet kritik, edhe të mos jesh i lidhur as me opozitën, as me pushtetin, po t'jesh vërtet zë në gazetari, është shumë e vështirë pastaj sepse ndihesh shumë i braktisur, kam përshtypjen, dhe e ke të vështirë që të mbjetosh. Po, nuk do me thonë që nuk ka gazetar t'il. Nuk ka gazetar, nuk do me thonë që nuk ka gazetar cilët profesionin e kanë edhe mision, që t'i shërbejnë të vërtetës. Unë e menaj që kjo, se me thonë, mu nuk më prekupën që kjo pjesë, bile dhe familjarët me, kur ka jarë kur po njën keq që po e shojnë qëfar sulme për mi bojnë, kur po bojmë hulumtime, ose kur po jemi kritik ndaj një shkrimi që na e raportojmë, ose një gjetje që e bojmë, edhe të e shaj armatën e njerëzve të më shaj, thëmë qërë e njëta situatë u ka dhe kur i kom kritiku pushtetet e kalune. E vërtet? Edhe ata më kanë sulmu, më kanë kritiku, vishun që i kanë pas që ka që tash për me rrjetet sociale, se ata më kanë thonë ti punon për agentët e Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendose. Unë se kum qak kokën asat herë se qaj kokën asat. Për shkak se nesër në rënd që ki pushtet edhe që ta njerëzit e njejt, unë e kum thonë ma djellë kom familjar. Kom familjar të me që sytë dëshin me më nxjerr, pse ti po shkruan kundër qeverisjes PDK-s, ashim thaqet. Ndërsa sot njëti njeri sulmet ma brutale mi bën pse ti sot pëshon Albin Kurtin. Do ma ata mujnë me nru, po ti nuk nërën. Ndashta vynë kohë që njerëz me u binë që ti e ke majt një konstante të kritikës tandaj edhe i ke qëndru besnik profesionit. Tani, e jotja është që ti qëndrosh besnik profesionit. E imja është ti qëndroj besnik profesionit, e se cilit. Pastaj, këto që herë janë në njënin krah e herë në tjetrin, nuk është çështje e jona. Ne kur e kemi zgjedhë këtë profesion, ose ata që e zgjedhin këtë profesion, duhet ta kenë parasysh se do të jenë gjithmonë në këtë linjë, ku po i pëlqeve të madhështojnë, të lartësojnë, po nuk ju pëlqeve njëjtit të baltos. Të baltosin, po e vërteta është që ne duhet jemi të sinqertë me veten, në aspektin etik duhet jemi shumë të qetë dhe të sigurt, pastaj tjerat janë pjesë e jetës, sepse edhe këngëtarët që si kanë borxh kërkujt që bëjnë këngë, për një këngë që s'ju pëlqen audiencës kritikohen. Po, se mendoj që duhet m'ja përmbush atë shijen e tyre. Derisa je person publik, derisa profesioni yt konsumohet nga një publik i gjerë, kjo është krejtësisht normale dhe e mira është që neve na trashët lëkura, edhe me kalimin e kohës nuk i vrejmë këto. A normalizu pak që gjuma urrëties Resul, çto është egzageru. Me media, me rrjetet sociale, edhe të kom dëshirë me ditë pjesën me studenta. A i sheti studentat, ata që kanë ambicje me u bë gazetar të ri, që nështë ta kanë ndru qëto, që shmujnë me të kalu që E para, më lejo të them që është egzageru. Okay. Do me thonë, më falë po, kur një gazetari i thuhet që je udbash, i paguar nga fuqishi, kjo është ekstremi. Do me thonë, kjo është egzagerim. Në asnjë kohë, në asnjë rrethon nuk mund të legjitimohet. Çka kam faj unë që ka shvetësi për qota, jo, po, çka kam faj unë, se çka ke faj ti, kur je duke ne diku edhe thot, ti gazetar, ju gazetar, edhe e din çfarë pason. Pse do ta kem këtë etiketën? Po dhe? Kur as nuk paguam prej, se themi prej parë taksa paguese të Kosovës. As nuk kemi, si me thonë, nuk kemi priftin, nuk kemi xhallar, kemi, si me thonë, në arse na për... Ka një gazetar të tillë, i cili paguhet, interesi i shtetit edhe i joni është që ta zonë edhe ta përballin me drejtësinë. Ministria ose pushteti i ka të gjithë mekanizmat që nëse unë marr parë ose ti ose kushdo qoftë prej gazetarëve merr pare të dyshimta, të tilla, i ka të gjithë mekanizmat që ta zbuloj. Qoftë nëse merret përmes bankës, qoftë nëse merr
ku do qoftë. Prandaj, Prandaj, ju lutem, leta zën ato, tak. ama na nuk jemi të gjithë kështu, edhe nuk janë të gjithë gazetarët të tillë. Lëvizja vetëvendose me të gjithë këtë pushtet absolut që e pat, që i ka këtë mekanizmat e shtetit në dorë. Një gazetar deri sot nuk e ki që është dëshmuar me këto. Si më thon, ti i bën me javë tona me mujë, ti e bën një hulumtim, edhe del, edhe prezanton që ato, bazun në fakt, edhe quhet ai Po sepse e thash më Hasani herët, për operohet me emocione. edhe Operohet me me qaq emocione. lehtësi, kështu të thot, Pra, aspekti emocional është i rëndësishëm, jo faktik. ç'është duhet më u qas që ty në njerëzve Resul. Kujt, këta që flasin drejt. Po dhe, qysh, se që tash na edukimi mosa, qysh mi eduku këta njerëz, si të themi kur politika po munohet mi ndërsy ma shumë që të... E para, në studiot tona, ta ndalojmë këtë fjalor, këtë gjuhë, ta normalizojmë. Okej. Të mos e nxitim. Në qoftë se ne e ulim tonin dhe kjo ndodh veç në rrjetet sociale, atëherë fillon duke u normalizuar. Ama në qoftë se ne në studiot tona akceptojmë, pranojmë, përdorim fjalor të tillë, nuk mund presim edhe nga qytetarët që të mos e përdorin. Te pjesa e studentëve. Studentët janë të vetëdijshëm që gazetaria është e vështirë. Por unë shoh një tendencë viteve të fundit që gjithë shkojnë drejt rrjeteve sociale, famës së shpejt, TikTokut dhe asaj lloji të gazetarisë që ju jep famën më shpejt se sa kjo pjesa e gazetarisë së Po me përditshme, gjithat nuk është gazetarisë fort. gjatë e qëndrueshme me çka Resul di qysh mi Tendenca është kjo. Po. Ma pak ka të tillë të cilët po e shohin gazetarinë si profesion që i shërben shoqërisë, informimit dhe natyrisht mirës së përgjithshme. Po mbi zotron ose është dominante kjo pjesa e këtyre që e duan më shpejt famën. Kam përshtypjen kjo nuk është vetëm tek studentët e gazetarisë, po është në përgjithësi në gjithë shoqërinë. Është krijuar një atmosferë ku të gjithë e duan famën e shpejt dhe pasurimin e shpejt. Po kjo nuk është e shëndetshme për ata në radhë të parë, e aq më pak edhe për shoqërinë, sepse gjërat e shpejta ikin shpejt. Sakt. Resula, a ki besim që shumë shpejt, ndoshta edhe kjo, unë shpeshherë të paktën kështu e mendoj që është fazë kalimtare, është pjesë e një verbimi politik kolektiv, që e ka një cikël të vetin, ku përfundon edhe mandej shoqëria e kupton që pas ka qenë më shumë e manipuluar dhe gabuar sa ndoshta që me hub betejën mediat. Tani që që të raport media dhe që të urrëtin e madhe që është kriju, që më të kritiku politika edhe pushteti, që kjo është e mirë nga gazetari. Son unë të paktën kisha pas qef kur në jetë më mësur lavdata. Ky është roli jon. Tu jemi në pozicion korrekt. Pushteti ose grupet e interesit, të cilat ti duhesh si më thon me monitoru se apo bojnë keqpërdorime. Po në raport me qytetarin, çto më dha në raport me qytetarin kjo është një absurd i llojit veçantë. Kjo është e paakceptueshme për mua dhe e pakuptueshme. Edhe nuk mendoj që të gjithë qytetarët e kanë këtë qëndrim ose atë çfarë e shkruajnë disa në rrjetet sociale e mendojnë gjithë qytetarët. Nuk mendoj. Ndonjëherë të krijon ndjesia se po dole ti në qytet, tash ka me dëgjuar dikush, ka me sulmu dikush. Aq shumë ka gjutë urrëties në rrjetet sociale. Po kjo është e pompuar, është e tepruar. Ndërkohë kur jeti në shoqëri ka shumë njerëz cilët më shumë të admirojnë, të respektojnë, të nderojnë dhe të shohin më realisht. Prandaj kjo që është si gjuhë e urrëties në rrjetet sociale nuk mendoj se përfaqëson në mënyrë të njëjtën masë sa shkruhet edhe në popull. Për shembull, ka një video që i ka 400.000 shikime dhe aty mund të jenë 40 komente. Prej tyre janë 30 negative. Tash këto 30 të lëndojnë ty, sepse i ke lexuar veç ato, ama janë edhe 400.000 tjera që të kanë shiku
ose 4.000 tjera që të kanë bo like, e tjera. Pra nuk është në masë të popullit ashtu si që perceptojmë ne, ose si që perceptohet nga komentet e njerëzve që komentojnë rrjetet sociale. Po, në përgjithësi, megjithatë, kjo që media të shihet fajtore dhe media të shihet si opozita e vetme e pushtetit është një lloj absurdi. Nuk mund të shihet. Krejt kjo ka ardhur fal opozitës së vakët, fal opozitës që për 3 vjet ka fjet. Qysh më bind që ta njerëz, që unë mendoj që janë shumë. Janë bo si themi masë e madhe, madje nuk e kanë edhe real, si me thonë që gjykimin, se e krijojnë percepcionin ndaj një individi, ose një gazetari, si me thonë tani të rinë këtë gazetarë të një qështu. Edhe të ja ke po që është rritë që kjo gjykimi ose akuzat që t'i bojnë, ju e keni një keqe a madhe këti veni. Ju me jose edhe me desh mi bo keq t'i veni, i soj shëshrije, mediat dhe gazetarët nuk e kanë ndorë që... Unë fola për informimin, ose ato që duhet t'a bëjnë gazetarët për të informuar. Fola për aspektet apo funksionet në edukim, në çështjet kulturës e temat tilla, po përsëri duhet ta dim se mediat nuk e kanë funksionin e arsimimit, ato e ka shkolla. Nuk e kanë funksionin e edukimit siç e ka familja. Ose nuk e ka funksionin që t'i bëj njerëz më të mirë, që e ka besimin, Zot e aspekte tjera. Dhe në qoftë se ti si qytetar dështon të edukohesh në familjen tënde, dështon të arsimohesh në shkollë, dhe dështon të bësh njeri i mirë, fal besimit tënd shpirtëror, çfarë do qoftë, media nuk mundet me lujt këtë rol. Ose as nuk mundet me të është pritshmëri jo reale. E ndonjëherë ka qytetarë që kanë përshtypjen se gjithçka e lidhin edhe e presin nga media. Jo, nuk e ka atë rol media. Ma shumë mund të themi arktohuni vllat paktën media, këto tjera të kryeni dika tjetër. Nuk e kontentin çfarë ty të intereson. Jo, që ka jarë edhe për qërë. Unë mendoj që kjo urrejtja që kanë fituar ndaj gazetarëve është purëvisht politike. Po harrojnë që media prodhon, zgjidh shumë probleme, adreson shumë telashe të kësaj shoqënie në çdo porë të shoqënisë. Si me thonë, në shëndetësi, edhe në arsim, edhe në kulturë, edhe në sjellje të tishme, ose në fenomene të kësaj shoqënie. Po që kjo gjykimi edhe që kjo urrejtja nuk ka bërë veç ty e lidh, ose veç ty e portretizu median edhe rolin e gazetar veç në aspektin politik. Edhe edukimi medial e luan rolin e vet. Jemi shoqëri që kemi nevojë për edukim medial në mënyrë që ta dim sakt se çfarë është media dhe ti adaptojmë edhe pritshmëritë në raport me mediat. Është saktësisht e vërtet që është vetëm politika ose në masën më të madhe politika ajo që i ka orientuar urrejtjen, kritika. Këta qytetarë që ti urrejnë gazetarët dhe mediat, e vërteta tjetër është që ka eksponent në gazetari të cilët për shkak të profilit tyre, për shkak të bindjeve tyre, për shkak të qëndrimeve tyre, luftohen më shumë nga politika dhe bëhen target pastaj nga politika, ata mund të jenë shumë të mirë, mund të jenë shumë korrekt në profesionin e tyre, por dalin gjërat jashtë kontrollit. Dhe gjitha këto fenomene janë në një shoqëri si e jona, e cila është duke u rritur, duke u zhvilluar, duke e mësuar demokracinë, duke e mësuar çfarë është politika, duke e mësuar çfarë janë mediat e të gjitha këto. Pra janë fenomene shumë, po them, normale në një shoqëri si e jona. Nuk i gjen në shoqëri më të pjekur apo them ose shoqëri perëndimore. Po është absurditet që ne mujmë me konstatu, ama diagnoza nuk mjafton për ta shëru. Duhet kohë që në të gjitha këto segmente shoqëria të avancojnë. Resol qëllimisht nuk hyna sa i përket rezultateve pjesës politike, tash është më një ka vendos sovrani. Po du më të pyet eksperiencë personale, në ajo që ke pas të kësaj natyre, ndoshta ku tu ka dashur me u ballafaqu me një qytetar, edhe me harxhu pak kohë dhe energji, ose me i tregu cili është roli yt, ose kur të ka fut në një paket me kësi njerëz.
A e kujtoj në një moment ku për një me je ballafaqumi si citat? Si gazetar apo Si gazetar? Jo, me thënë drejtën, nuk e di, mu nuk kam pas ndonjë rast kështu kur më lidhin me ndonjë subjekt politik, sado që kam bindjet e mia, kam qëndrimet e mia, kam të kaluarën time, po nuk është që më lidhin tek ata që jam shumë militanti një partije. Dhe profili i emisionit, ndoshta punët që i bëj, gazetaria që unë e zhvilloj, është tek ajo gazetaria që, ju jeni në rregull, mirë, korrekt dhe nuk më ka bë target ndonjë gjë e tillë. Po ti mund ta bësh ndonjë fjalë, mund ta thuash ndonjë fjalë që nuk ju pëlqen, por me mbrite masa duhet përsëritet ajo. Duhet kaloj kohë dhe unë nuk kam pas ndonjëherë rast që të jem konsistent. Musafir në moment kështu në emision gjatë karrierës tonë, ndoshta ndaj më e veçantë që është kanë e ballavaquar me një citat të papritur. Me thënë drejtën, edhe në moti, do të thonë se jam në ekran që nga 2002 në emisione të ndryshme. Bashkë më kujtu që programin e mëngjesit, kur e kemi nisë në 2002-shin, e kemi nisë me kryeministrin e kohës. Do me thonë, sapo Bajram Rexhepi ka qenë atëherë, do me thonë kryeministri i parë, pas luftës. Ama ideja është që unë kam një gjë. Mysafirt nuk dua t'i gjykoj. Mysafirt nuk dua t'i zë ngushtë, sepse nuk është lloji emisionit i tillë, nuk është qëllimi i tillë. Qëllimi im është që t'i bëj të rrëfenj mysafirt dhe të shprehen lirshëm mysafirt. Të flasin ashtu siç mendojnë të jenë sa më afër sinqeritetit. Po them sa më afër se është e pamundshme të bëhesh komplet i sinqert në media kur rrëfen për vete. Dhe nuk na duhet ajo. Ne na duhet të jem sa më afër sinqeritetit. Prandaj mysafirët e mi nuk kam pas ndonjë rast të acarimit, ndonjë rast të refuzimit ose diçka që e kam vënë në pozicion të keq. Tek e fundit njerëzit vinë rrëfen për eksperiencat e veta, i falenderoj, ato eksperienca janë të rëndësishme, dikush të mësoj për tyre, dikush të marr modelin e tyre, dikush të mësoj se si nuk duhet ta bëjë një gjë, sepse kur japin njerëzit shembuj të vuajtjeve, sfidave të veta, ti duhet mësosh të mos e bësh atë gjë. Kurse këtë pjesën e gazetarisë, përballjes ose debateve politike, e kam lënë anash, nuk jam aty, jam në rregull. Resul, për në fund, një mesazh për këtë gazetar të ri. Edhe du me mbyll këtë bashkëbisedim pa e ngarku me këto temat aktuale politike, diasporën e rezultatet e opozitën e këto. Një mesazh i cili do të drejtohet trinjve, tani që kanë nisje më bon gazetar. Gazetarët e rinj, përsëri po kthehem te ato dy tendencat, ata që janë më shumicë që duan të jenë tek kjo gazetaria që ju jep më shpejt famë, e ndoshta edhe ju jep mundësi që të pasurohen, dhe tek kjo gazetaria që është në shërbim të informimit. Duhet ta dinë që mediat mund të ekzistojnë edhe pa gazetari. Ama profesioni jonë është gazetaria. Si mund të jetojnë mediat pa gazetari? Instagrami është media, por nuk ka gazetari. Ka veç vetë reklamim. TikToku është media, por nuk është gazetari. Mund të ketë televizione që shfaqin veç filma, pra nuk bëjnë gazetari. Ama profesioni jonë është jo punëtor medial, po gazetar. Dhe kur je gazetar, ti duhet të vihesh në shërbim të interesit të publikut përmes informimit. Informim i cili pushtetin, të gjitha pushtetet, nga ai komunal deri tek ai qendror, i vë përballë audiencës. Audienca që është e jotja sot, në momentin e zgjedhjeve bëhet votues dhe një audiencë e informuar, nesër është votues i informuar, e ai votues i informuar mund të vendos më drejt për ato që e udhëheq shtetin. Duke vendosur shumica, shikoj, ne mund vendosim gabim, por në qoftë se shumica vendos drejt, ne ja shohim hajrin, sepse ai kryeministër, pavarësisht sa e ke votuar ajo, vendos edhe për ty. Dhe në qoftë se ti nuk din cila është e mira, apo e di shumica,
ti duhet të je me fat. Sepse ata që e kanë ditë çka është e mira, kanë votuar për një kryeministër që edhe ti ja sheh hajrin apo edhe ti Jep përfiton. pjesë aty në vendimin. Kështu që gazetarët duhet ta dinë këtë punë. Informim me fakte në mënyrë që nesër, kur shkojmë te kutia e votimit, të dimë se kë po e votojmë. Që kjo është rrugë ndoshta me më shumë sakrifica e mund, për ushtrëmaqe ndryshme është vlerë. Gazetar është shumë azar me u bë, e ma vështirë, se sa nështë me u bë tiktokerë, me u bë qëto që bojnë influencera që merrni Punon në media. pajisje dhe Media punon gjithsesi. Media mund me punu si shef kuzhine. po, Bosh i famshëm. Saktë. Media mund me punu si ku e di, njeri që merret me Teknik, bujqësi. Apo njeri që merret është bujk i famshëm, është ku e di, njeri që rrit kafshë ndryshme, ama nuk bën gazetari. Gazetaria është ajo që e thash më herët. Profesor, faleminderit shumë. Faleminderit. Ke kënaqësi ky bashkëbisedim. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Kritika adresohen edhe ndaj Me opozitës. një qeveri arrogante, me një qeveri e Për cila shembull, ka thot dikush që vjen në spital thotë i poshtë 3 Ministri njerëz e binet. Financave nuk e don as partia e vet. Në na qëndin komorana jo punë e modha, më Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të